parë pozicionimit të Serbisë së fundmi që shihet edhe si një lloj shqetësimi në rajon, i referohem gjithçka që lidhet fillimisht me sigurinë dhe më pas politikisht. A ka lëvizje të Serbisë ndoshta së fundmi që tregojnë në një formë paralajmërime apo situata serioze për t'u konsideruar, ndoshta nisur edhe nga blerja e raketave kineze nga ana e Serbisë që kanë pasur interpretime të ndryshme, apo në një farë tendencën e saj për t'u pozicionuar në Ballkan. Çfarë mund të themi në raport me këtë? Serbia dhe pas 27 viteve, pas ndërhyrjes së NATO-s, mendojmë se tani më nuk është një zonë lufte, por mbetet një pikë ndjeshme gjeopolitike për Ballkanin, për stabilitetin dhe normalisht që retorika politike në Beograd shpesh rrit tensionet me apo pa qëllim. Ka edhe polarizime politike dhe tensione të herpashershme, sidomos lidhur çështja e Kosovës. Vlen të theksohet se situata në veri të Kosovës vazhdon që ndikoj shpeshherë drejt për drejt edhe vetë në sigurinë e Serbisë. Po ashtu kemi edhe balancimin e politikës së shtetit serb mes lindjes dhe perëndimit që po bën në kohëve të fundit. Kjo krijon edhe një situatë ndjeshme gjeopolitike. Nëse bëjmë një krahasim me vitin 1999, tani më situata është shumë më e qetë, por rajoni të gjithë e dimë se ende konsiderohet si një zonë ku stabiliteti kërkon edhe vëmendje ndërkombëtare. Me thekë veçantë vlen për shtetin e Serbisë. Qartë, unë falenderoj për gjithë detajet e përcjella në këto zhvillime të fundit. Është kënaqësi si çdo herë të jemi së bashku. Faleminderit juve.